Pas ditën e 19 marsit, 10 besimtarë të krishterë në Durrës janë bashkuar shtrektimit arshidioqezian jubilar që u udhëhoq nga Imzot Arjan Dodaj, arqipeshkëvi i metropolit Tiranë-Durrës. Dritë, më shumë dritë, ishte tema e shtrektimit e frymëzuar nga fjalët e fundit të Vincenc Prendushit, të shqiptuara në burgun e vjetër të Durrësit, ku në vitin 1947 ishën burgosur Imzot Prendushi dhe Jul Bonati. E pikërisht nga burgu i vjetër i qytetit u bë piknisja e shtrektimit me një omazh dedikuar Prendushit në ditën e ndarjes së tij nga jeta, një figurë e rëndësishme si klerik i lartë katolik shqiptar, por njëkohësisht edhe shkrimtar përkthyes, publicist dhe studiues. Ky shtrektim për Ad Bernardin, famultar i kishës Shën Domeniku, është dhe një mënyrë për të njohur vendet tona me vlera si historike ashtu edhe fetare. Sot, me datën 19 mars, në fakt, ne të krishterë përkujtojmë vdekjen e Vincenc Prendushit. Para shumë vitesh sigurisht, i cili pikërisht në këtë burg ku ndodhemi sot, është burgu i vjetër i Durrësit, shumë i famshëm, por edhe i panjohur. Shumë durrësakët në fakt nuk din as ku është. Dhe qëllimi i parë është pikërisht ky, që të njihemi me vendet tona që janë shumë të rëndësishëm për ne, si nga ana historike, po dhe nga ana fetare, sepse Vincenc Prendushi ka qenë një klerik, një arqipeshk katolik, kështu që ka për të krishterë katolik një vlerë të jashtëzakonshme. Bashkë me Vincenc Prendushin ishte edhe Jul Bonatën dhe personazhet e tjerë të squar në fakt me një vlerë shumë të veçantë për qytetin tonë bregdetare dhe jo vetëm. Ky është qëllimi i parë. Së dyti, sot për ne është edhe kremtja e Shenjtë Josefit, pajtori universal i Kishës së Gjithëmbashme, dhe katolikët, se që sigurisht keni dëgjuar edhe ju, po përjetojnë një vit jubilar. Një vit ku më të vërtet të rrëzgjohemi edhe një herë shpirtërisht, edhe që të jetojmë edhe në besimin tonë, në kohën tonë në të cilën jetojmë. Arjan Dodaj, arqipeshkëvi i metropolit Tiranë-Durrës, e cilësoi shtrektimin si një mesazh shprese të rëndësishëm në çdo kohë, pasi pushteti i dashurisë është i vetmi mesazh që ka nevojë njerëzimi. Ky burg i vjetër është në një farë mënyrë dëshmi e gjallë e dashurisë së Zotit që ka fituar mbi të keqen, mbi egërsinë, mbi inatin, mbi urrëtin, dhe bëhet një mesazh shpresë edhe për kohën e sotme, që të mundim të keqen me të mirën, siç e ka mundur me butësinë, me ëmbëlsinë e tij Vincenc Prendushi. Të gjithë këta diktator, të gjithë këta autokrat kanë kaluar, po memoria e Prendushit në mirësinë e tij, pushteti i dashurisë është akoma sot mesazhi i vetëm që ka nevojë mbar njerëzimi. E kështu që edhe me ndërmjetësinë e tij lumi kaq të dashur, e quhshin edhe vëllezërit muslimanë, e quhshin melek, që thonte angeli, aq i butë, aq i ëmbël ishte, aq i dashur nga gjithë. E dëshirojmë të vërtetë që në ndërmjetësinë e tij të jetë një shenjë mirësie si angeli i Zotit për gjithë popullin tonë. Shtrektimi vijoi deri në katedralen Shën Lucia me pjesëmarrjen e një numri të lartë besimtarësh, vendas dhe të huaj të gjitha moshave.